Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha është takuar sot me përfaqësues të biznesit të vogël, ku ka shprehur mbështetjen e tij kundër taksave. Gjatë fjalës së tij, Berisha ju premtoi përfaqësuesve të biznesit se në programin e qeverisë së ardhshme do të jenë pikërisht ata që do hartojnë paketën fiskale si dhe programin e Partisë Demokratike për klimën e biznesit. Edhe një herë ju garantoj se programin e biznesit të vogël do ta shkruani ju për qeverinë e Partisë Demokratike. Por nga ana tjetër juftoj bashkërisht të organizojmë rezistencën e merituar ndaj këtij regjimi që sot është monist total, që i tillë ekziston vetëm në Bielorusinë e Lukashenkos. Nuk do të kemi asnjë kompleks. Vërtet ai është i rreshtuar me Putinin kurse ne jemi vendantar i NATO-s. Po pikërisht se jemi vendantar i NATO-s, ne normalisht duhet ta ndodhin kurrë këto. Berisha akuzoi qeverinë Rama se po dëmton biznesin dhe se po e vjedh nëpërmjet taksave. Nga një regjim, nga një qeveri e cila ka tipar kardinal vjedhjen. Vjedhjen dhe vetëm vjedhjen. Dhe duhet t'u them këtu që Hajduti nuk ka as profesion, as moral, as përgjegjësi zyrtare, është vetëm Hajdut dhe mendon se si të plaçkit tjetrin